Në fshatin Rrens, policia e Shkodrës ka zbuluar një bazë ku mbaj për llogari të grupeve kriminale, 11 pistoleta, kapsol detonator me fitil zjarrpërcjellës, rreth 2000 fishek kalibrave të ndryshëm, 2 antipluma dhe 1 silenciator. Në vijim të operacioneve kundër armbajtjes pa leje dhe si rezultat i punës së inteligjencës policore, Komisariati i Policisë së Shkodrës finalizoi operacionin e koduar Baruti. Në kuadër të këtij operacioni u zbulua baza kriminale në fshatin Rrens, ndërsa u arrestuan në flagrancë pronari i banesës së vënë në funksion të veprimtarive kriminale, shtetasi Cezarin J, 61 vjeç, me precedent për armbajtje pa leje. Nga kontrolli në ambientet e banesës, policia gjeti 11 pistoletat, kapsollët detonator me fitilin zjarrpërcjellës, 2000 fishekët e kalibrave të ndryshëm, 2 antipluma dhe 1 silenciator, të cilët u sekuestruan si provë materiale. Armët do t'i nënshtrohen ekspertizës në Institutin e Policisë Shkencore për të provuar përdorimin e tyre, nëse këta të fundit kanë qenë pjesë e përdorimit nga grupet kriminale për ngjarje të ndryshme të ndodhura në kryeqendrën e Veriut apo edhe vende të tjera. Gjithashtu në drejtimin e prokurorisë së Shkodrës po hetohet për të identifikuar dhe nxjerrë para përgjegjësisë penale të gjithë shtetasit e implikuar në këtë rast. Materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme.